Salam aleikum hoxh, nëse nuk fali 5 faktet e namazit, por agjeron, atë pranohet agjerimi i Zotit të rujt hoxh. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Amin. Allahu të rujt edhe ty. Po pse nuk e fal namazin? Është më i lehtë se agjerimi. Shtylla e dytë e Islamit, shtylla më e rëndësishme pas shahadetit. A quhet agjerimi? Quhet inshallah. Ke kryer një shtyllë të Islamit, por fale namazin. I lehtë është namazi. Shkru në Google falja namazit për fillestar. Të del kjo flet palosje. E shkarkon telefon, duke i lexu pra fjalët aty, falesh. Ama me fal namazin. Dhe te kjo flet palosje tregohen edhe kohët e namazit, sa rekate, si falet. Pra e ke gjitha. Dhe unë të këshilloj që shkarkoje në telefon, duke i lexu aty, e fillon e fal namazin. Le tjetë ky muaj Ramazani muaj pra i ndryshimit për t'u afruar tek Allahu i lartësuar. Zoti ruaj.